Kanceri ose karcinoma e gjirit paraqet rritjen e pakontrolluar të qelizave epiteliale në brendësi të tij. Është shkaktari i dytë më i shpeshtë i kancerit të gratë, por gjithashtu mund të prek edhe burrat. Kanceri i gjirit përbën 12% të gjithë rasteve të reja vjetore të pacientëve të prekur në mbar botën. Pas kësaj, vim në përfundim se karcinoma nuk shkakton asnjë dhimbje ose diskomfort që të zbulohet më herët. Gjiri është gjendër e prodhimit të qumshtit e vendosur në pjesën e sipërme të kraharorit mbi brinjët dhe muskulin pektoral, e cila ndahet në 3 pjesë kryesore dhe atë. Indi glandular, që prodhon qumshin, është i përbërë prej 15 deri në 20 lobule. Në brendësi të secilës prej këtyre lobuleve shtrihen struktura në formë të kokrave të rushit të quajtura alveola. Më pas vjen stroma, e cila rrethon indin glandular dhe është e përbërë nga adipocitet ose indi yndyror që përbën masën më të madhe të gjoksit. Dhe e treta janë nyjet limfatike të vendosura pak poshtë lëkurës mbi gjë që përmbajnë qelizat të sistemit imunitar. Kemi disa lloje dhe 9 tipe të kancerit në mënyrë që të përshtatet trajtimi dhe të jetë sa më efektiv me sa më pak efekte anësore të mundshme. Llojet e zakonshme të kancerit të gjirit përfshin: karcinoma duktale in situ është kanceri që përfshin kanalet e qumshtit, konsiderohet si një kancer jo invaziv ose parainvaziv. Kjo do të thotë që kanceri nuk është agresiv dhe zakonisht nuk përhapet përtej kanaleve tuaja të qumshtit. Kjo karcinom është shumë i trajtueshëm dhe prognoza është e shkëlqyer. Karcinoma duktale invazive është forma më e zakonshme e kancerit të gjirit. Fillon në duktuset dhe përhapet në indet tuaja përreth. Përfundimisht, ajo mund të përhapet në nyjet limfatike dhe zona tjera të trupit. Kur zbulohet dhe trajtohet herët, karcinoma duktale invazive ka një shkallë të lartë të mbijetesës. Faktorët e rrezikut për zhvillimin e kancerit të gjirit aktualisht nuk janë kuptuar ende. Megjithatë, ka një sër faktorësh që janë humbtuar mirë për rolin e tyre në zhvillimin e kancerit të gjirit. Mosha është një faktor vendimtar rreziku. Nga mosha 30 vjeç e tutje, rreziku i zhvillimit të kancerit të gjirit rritet vazhdimisht. Gjinia, gratë dhe njerëzit AFAB kanë më shumë gjasa të zhvillojnë këtë gjendje sesa burrat e njerëzit AMAB. Gjenetika, deri në 15% të njerëzve me kancer të gjirit zhvillojnë sëmundje sepse kanë mutacione gjenetike të trashëguara. Mutacionet gjenetike më të zakonshme përfshin gjenet BRCA1 dhe BRCA2. Faktor tjetër rreziku është terapia pas menopauzës me estrogjen, e cila shoqërohet me një rrezik të lartë të kancerit të gjirit. Gjithashtu, edhe ekspozimi ndaj rrezatimit çon në këtë gjendje. Pra, nëse keni pasur terapi me rrezatim, veçanërisht në kokë, qafë ose gjoks, keni më shumë gjasa të zhvilloni kancer. Rrezatimi ionizues ka një efekt mutagjen, që do të thonë, doza e administruar dhe koha e rrezatimit janë vendimtare. Cilat janë simptomat të kancerit të gjirit? Disa simptoma janë shumë të dallueshme, por kanceri i gjirit gjithashtu mund të mos shkaktojë simptoma të dukshme. Por kur ndodh, mund të përfshijë një ndryshim në madhësi, formë ose konturën e gjoksit. Rritja e tumorit çon në ndryshime karakteristike në gjoksin e prekur. Gung që palpohet dhe e keq përcaktuar në gjë është shenja më e njohur e kancerit. Në format retromamilare, thithka dhe lëkura mbi zonën e prekur tërhiqet. Shihet një teksturë e lëkurës si lëvoshka e portokallit mbi zonën e tumorit. Në rastin e ndryshimeve maligne në gjë, mund të ndodhë një tërheqje si pllakë e lëkurës mbi rezistencën. Fazat e avancuara të kancerit të gjirit çojnë në formimin e ulçerimeve të lëkurës. Në një rast të tillë, flitet për një karcinom të ulçeruar të gjirit. Si bëhet diagnostifikimi i kancerit të gjirit? Përveç ekzaminimeve fizike dhe anamnezës, janë të nevojshme edhe analizat kimike, instrumentale dhe ato laboratorike për të konfirmuar diagnozën e kancerit të gjirit. Një ndër ekzaminimet, i cili është më i përshtatshëm dhe secila grua duhet ta praktikojë, është vetë kontrollimi, i cili çon në zbulimin më të hershëm dhe prevenimin e kancerit. Më pas vijnë ekzaminimet tjera mjekësore dhe ndërto janë: inspektimi, ku duhet të vërejmë për ndonjë tërheqje të lëkurës, ulçer ose ekzem,
palpimi I gjirit dhe nyjeve limfatike, ekzaminimet neurologjike të krahëve për të dalluar ndonjë infiltrim të pleksusit brachial. Pas ekzaminimeve fizike kemi ato imazherike si mamografia e gjirit, një ekzaminim I patjetërsueshëm, të paktën një herë në vit nga çdo femër për të luftuar për hapjen e kancerit. Ekzaminim tjetër imazherik është rezonanca magnetike dhe ekografia e gjirit. Po ashtu bëhet edhe biopsia nëse dyshohet se kemi një masë tumorale. Trajtimi. Kur flasim për trajtimin e kancerit, marrim në konsiderat trajtimin kirurgjikal dhe atë medikamentos. Heqja kirurgjikale e karcinomës kryhet me konservim ose amputimin e gjirit të prekur. Heqja e tumorit zakonisht shoqërohet me heqjen e nyjeve limfatike rajonale. Teknikat kirurgjikale që merren në konsiderat përfshin mastektomin. Mastektomia është operacion në të cilin hiqet komplet gjiri dhe nyjet limfatike të prekura. Kjo bëhet kur një grua nuk mund të trajtohet me lumpektomi, e cila kursen pjesën më të madhe. Lumpektomia është një lloj operacionit në të cilin hiqet tumori dhe një sasi e vogël e indit pa prekur pjesën tjetër përreth. Qëllimi I një lumpektomie është heqja e qelizave kancerogjene. Administrimi I terapive sistemike medikamentoze përfshin kimioterapin, imunoterapin dhe terapin hormonale. Mos harroni të na ndiqni në kanalin ton në YouTube.